Mos hani më byrek, ja çfarë ndodh në trupin ton kur e konsumojmë. Psikologja turke Nejla Afçi ka bërë një deklaratë me të cilën i ka çuditur të gjithë. Ajo ka thënë se byreku ndikon negativisht në zhvillimin e trurit dhe këtë deklaratë ajo e ka bërë gjatë seminarit me temë mungesë vëmendje të çrregullimit hiperaktiv. Më tej psikologja turke ka thënë se ushqimet me sheqer të tepërt dhe karbohidrate duke ndikuar negativisht në zhvillimin e trurit. Më tej ajo ka thënë këtë fjalë: çdo lloj ushqimi si byreku apo bugaçja ndikon në masë të madhe në çrregullimin e hiperaktivitetit dhe mungesës së vëmendjes. Byreku pengon zhvillimin e trurit, ndërkaq sheqeri me energjinë e tepërt që jep në mënyrë negative ndikon mbi trurin tuaj po ashtu. Prandaj, nuk është e thënë që ta hiqni nga dieta juaj, por ta konsumoni në sasi të moderuar.